Bolla me 4 vija është gjarpëri më i madh i parkut të Divjakës, por edhe në Shqipëri. Ky zvaranik i veçantë, i cili mbrohet si specie e rrallë, dallohet prej 4 vijave paralele që shkojnë nga koka deri tek bishti. Gjatësia e tij shkon deri në 2.7 metra. Gjarpëri nuk përbën rrezik për njerëzit, ndërsa ushqehet kryesisht me brejtës dhe zogj të pyllit. Është mjaft miqësor si gjarpër, shumë i bukur, është i notues shumë i mirë. Legjendat thonë që jeta e tij shkon gati në 1 shekull dhe kur arrin në stadin e avancuar të jetës i krijohet pastaj edhe një krif mbi kokë si qime. Shpesh banorët e etiketojnë këtë zvaranik edhe me emrin qingj kali. Në atë kohë kur vinin tufat e baktive nga Malësia, një prej këtyre gjarprinjve gëlltit një mëz të kalit, të cilët malësorët i thoshin qingj kali. Dhe prej atëherë filloi të artikuloj shpesh qingji kalit, edhe kështu ngeli edhe emërtesa e këtij gjarpri. Një hipotezë tjetër është edhe emri i lidhur me këtë krifën që i krijohet në kokë në stadet avancuara të jetës, që jep pamjen e një kali.